Këtu jemi në pikën ku bashkohen tre rrugët. Vim nga qyteti Librazhit, në Librazh qendër, Librazh Katun, dhe jemi në pikën ku bashkohet rruga me rrugën tjetër që shkon për Gizavesh Dorës dhe rrugën që shkon për Park dhe Qarrisht. Po pse kemi ardhur sot këtu ne? Ne sot kemi ardhur në këtë pikë për të bërë me dije jo vetëm banorët e këtyre fshatrave, por opinionin publik se ka vite e vite tëra që ju premtohet kjo rrugë për të ushtruar me asfalt banorëve të Librazh qendrës, Librazh Katunit, banorëve që banojnë këtu tek lugjet e Hysës, banorëve të Gizaveshit, të Dorëzit, banorëve të Qarrishtës, por asnjë hap nuk është bërë, thjesht janë demagogji elektorale. Unë nuk le pa përjashtuar edhe qeverisjen e Partisë Demokratike 2005-2013. Por këta banorë, pothuajse në 32 vite, të gjitha fshatrave ku unë përmenda, kanë besuar dhe i kanë dhënë votën Partisë Socialiste dhe më saktë deputetit të tyre socialist Taulant Palla, i cili ka mbajtur edhe pozicionin më të lartë në hierarkinë partijake të Rilindjes, por edhe të grupit parlamentar që e ka sot, të Partisë Socialiste që është në qeverisje prej 9 vjetësh. Dhe për këto treva nuk është bërë asgjë. Absolutisht qeverisin edhe pushtetin vendor të majtët prej 8 vjetësh. Por edhe ata për këto treva s'kan bërë asgjë. Atëhere, a duhet të rrim të heshtim, apo duhet që banorët të sensibilizohen dhe t'i kërkojnë qeverisjes vendore dhe qeverisjes qendrore që të zbatojnë këto projekte, apo më saktë të zbatojnë për premtimet e tyre duke i kthyer projektet në investime që të shpëtojnë këto treva nga këto problematika që janë sot. Sepse duke ushtruar rruga me asfalt, duke u bërë unaza e Librazh të Katundit dhe u kthyer në Dorës, duke shkuar rruga ke Parku, por dhe duke shkuar në Qarrisht, do t'i japim një prioritet të jashtëzakonshëm agroturizmit dhe turizmit. Po t'i shikosh, to janë treva të mrekullueshme, ku janë të shkrirëra me njëra tjetrën, si fauna dhe flora. Absolutisht ka bimësi pa fund, kafshë të egra pa fund, por edhe banorët me të gjithë mundësitë e tyre po punojnë, ku kanë vreshtari, pemtari, bletari, bakti të imta dhe të trasha, por edhe perime. Çfarë duhet bëjmë ne? Ne nuk duhet të rrim, ne nuk duhet të heshtim, ne duhet të ngrem banorët, ne duhet kërkojmë drejtat tona. Absolutisht, edhe opozita duhet bëjnë detyrën e vet, por edhe juve duhet bëni detyrën tuaj bashkë me opozitën. Sa i takon kjo para 10 vjetësh klasim kjo shërbim të 500-600 banorë. Po ta marrë sot kanë ngel shumë pak, nuk kanë ngel 50 deri në 60 veta. Kjo rrugë. Po sa bukur që e the, kanë ngel 50 deri 60 veta. Por a e diti që mas 2 vjetësh, 3 vjetësh nuk do jenë dhe ata 50-60 veta? Atë kështu siç është hap kapitin të njëri më vite. Gati deri sot por vetëm një punëtor me lopat. Nuk ka as çakull, as zavor, as mjete për ashtu është vetëm një punëtor dele çdo ditë punë, aty i ka dhënë një pjesë rruge për 11 kilometrash, një punëtor nga Librazh qendra deri në qafën e shapkës e bën vetëm një punëtor që edhe s'ka çati bëjnë siç e shikon s'ka çati. Pra 11 kilometër një punëtor. Një punëtor. Që një punëtor me norme ka 2.8 deri në 4 kilometër. Pra kjo rrugë duhet kishte më pas 3 punëtorë.
por bashkia ma nga 10-15 punëtorë në punojës në për zyra, që nuk din çfarë punë bëjnë, dhe detyrimisht do i hyjnë në hak rrugës. Shiko sa dëm pati ka po komunistët nga. Ajo vetëm do me thënë që paran, por ka po edhe një gjë tjetër, që na ka pjesëruar në testimin. Pra, ne jetojmë me tjerësën e tjetër, në me tjerësën tonë. Ka vitit 2004, në vazhdim me qytetin që kemi, në Mallë, ka premtu gjithë çdo fushat ka premtu që këtu do bëhet rruga. Marrën fushata, marrën votimin, ikën, s'përvenin të banorët, i ka premtuar, i ka dhënë votu sa herë ajo ajo ka shpërthyer këtë mënyrë atë. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Në fakt, Atëherë duhet një një zgjidhje. keqardhje të madhe nuk kom, se pak a shumë ne e meritojmë. Jo, keqardhje duhet kemi. Kjo është ja varet, si thonë. Ja varet, Shumë më parë boshi dita e javës, boshi pazar ditë javës. Po vinë dhe prej zonave tjera? Patjetër, se derisa ka qenë rruga e pazarit rrugës se këtu ka qenë. Pazari rrugës tu kalon. Po, këtu kalojnë me karavanë. Pra kjo tregon se sa të mençur kanë qenë partan, që kanë qenë të ngulur këtu, duke pas parasysh qoftë agroturizmin, qoftë turizmin, po qoftë dhe shkëmbimin e kulturave me njëri tjetrin. Kjo është gjë e madhe, që ne nuk do mundemi dot ta arrijmë edhe pse jemi në vitin 2022. Janë shpërnda komunistët në dy forcat politike, të PD-ja dhe TPS-ja, dhe këta harmonizohen me njëri tjetrin, rregullojnë interesat me njëri tjetrin, miratojnë ligjet që janë të interesit me përzhvillimin e zonës. Por me sa kuptoj unë, këta nuk kanë mend për bërë atë. Ta presin shpopullohet zona, shpopullohet totalisht, e në mos ketë kush kërkojnë mos se s'dik duhet as kujt në rruga se këtu të ketë shpopulluar. Se do thonë pastaj që pse për 5 shtëpi do bëjmë siç i thanë në Orenj një 2-3 banorëve atje, pse për 5 shtëpi do bëjmë rrugën? Aty në fakt janë 200, janë 300 shtëpi. Po do ikin ata, edhe këtu, the pak më lartë që në lugjet e hysës kanë ngel vetë 60 veta. Por mas 2-3 vjetësh atje do ngelen edhe 10 veta. Tu jemi në një vend mjaft të pjerrët, ku në rrugë një model rilindas kanë hedhur beton të varfër para 3 apo 4 vjetësh për të ngjitur makinat më lehtë, por e vërteta është se ky beton ka dalë i gjithë jashtë përdorimit. Pra, taksat kanë shku dëm dhe banorët me makinat e tyre vuajnë përsëri. Se po ta shikosh me vëmendje gjithë kjo pedencë, vetëm gomat e makinës ku kalon 2 herë apo 3 herë sa konsumohen. Po duhet të bashkohen të gjithë banorët, të majtat djallë, domethënë që ta shpëtojnë të vend. Po si mund ta shpëtojnë? Atë duhet njerë që të bindet, duhet rruga e struar apo s'duhet. Sepse vinë politikanët, marrin votat, ikin. Qofshin po me thënë drejtën më shumë këtu ka marrë majta, të 30 vjetë. 20 e ca vjetë vetëm ta Hollandit dhe vutet, kështu që nuk kanë ndryshuar kjo punë. Dhe bëjta, më zi 3 vjetë. Po ikun fjerë tash, apo të bëj shëndej. Më zi 30. Kjo panoramë e bukur që është, nuk shfrytëzohet, sepse jo vetëm mungesa rrugës, po ujivaditës, një plan zhvillimor tërësor. Unë kam thënë edhe në Spasar që është ballkoni i qytetit, por edhe në këtë zonë me lagjen mbi depon e ujit është ballkoni i dy qytetit që të lidhet me fushën e Manës. Tash jemi tek pika pothuajse fundore e ujit që vjen nga kanali i Rinës. Tu janë 120 familje që presin të vadisin tokat e tyre, të mbjellat e tyre, pemtarit e tyre, vreshtat e tyre me këtë ujë. Por po ta shikosh, prurja është shumë e pakët. Nuk mundet që në 24 orë të vadisin 10 familje. Dhe i bie që një familje ta marri ujin, pra me nobet, si që thonë në gjuhën popullore, ta marri një herë në muaj. Pra i bie për 3 muaj të vadisin 3 herë dhe mos vadisin të gjithë tokat apo të mbjellat e tyre. Pra, kjo tregon që paratë që janë hedhur vjet në kanalin e Rinës nuk janë investuar për çështjen që duhet të investoheshin, pra për të sjell ujë sa më shumë prurje, por janë futur në xhepa. Edhe njëherë, kjo është mjaft interesante dhe saktë sepse është e matshme. Nuk ka një dallim kjo, si para investimit
edhe pas investimit që ky ujë ka qenë. Ky ujë zakonisht duhet të jetë shtator, muaj shtator. Kur përmbyllet vaditja, ka duhet të ketë kaq ujë. Pa tubacionatin që? Tubacioni është ujë thellësi, qytetit. Uji i pishëm, shikon çfarë gjendje është. Dhe këtu duken që para 3 vjetësh apo 4 vjetësh që është bërë ujësiellës i ri, duket se çfarë tubash ka. Është ndryshme. Këto janë tuba të ndryshkura, si nga brenda dhe nga jashtë. Njëra e parë është rritur çmimi i karburantit. Janë rritur çmimi i farave, që është rritur çmimi i plerave. Janë rritur plugimet. Është rritur çmimi për të punuar makineritë bujqësore. Dhe atëherë çfarë mund të bëhet? Çfarë mund të bëjnë ta banor? Asgjë. Thjesht ta lënë djerr dhe të marrin çantat, të ikin në Maqedoni, Greqi apo në një vend tjetër ku këta mundën për të ushqyer kalamajt, por edhe për të pasur në një të ardhur për veten e tyre. E vërtetave që e le këtë zonë në mëshirë të fatit është për mungesën jo vetëm të korrektësisë, por të mashtrimeve që u bëjnë zyrtarët e lartë, banorëve të zonave, marrin votën dhe pastaj zhduken për 4 vjet. Mbas 4 vjetësh blejnë disa vota që u duan, disa kanë bindjet, të majta apo të djatha, dhe përsëri ky vend shkon keq e më keq, zi e më zi.